Hello, friends. Welcome back and happy Wednesday. Today it's November 5, and I want to show you my 10 ritual in full moon in November. Full moon in November është koha e hëna e thot dhe pa humbur kohë po fillojmë këtu. Jemi tek gjethet e parku edhe do t'ju kallëzojmë edhe ritualet e fundit e vjeshtës. Kështu që po fillojmë. Ritual 1. Kemi këtu ujë shiu në kohën e smogut. Ujë të cilën kemi mbledh kur ka ra shi në vitin e kaluar. Kështu që kjo ka kaluar një vit nga kjo ujë dhe tani rituali 1 është edhe bekimi me këtë ujë. Kështu që të shohim për ta bekuar vitën dhe për të parë një vit të mirë me këtë ujë të shenjtë dhe gjithë trupin. Kështu dhe për të parë një bekim me ujë the raining water in autumn time in 2024 ja kështu është rujtur dhe e jemi bekuar. Kështu që kjo është rituali i parë, është bekimi me ujë të shiut duke marrë një bekim për vitin që po hin pastaj. Ritual 2. Kjo është koha e thotë, koha e ftoftë, koha e vranët dhe e thotë. Në november, në nëntor, as uji është tharë, nuk ka dhe gjethet janë të tha. Kjo është i ftofti dhe vrandësia. Gjithandej. Kjo është rituali 2, koha e thotë e ftoftë. Ritual 3. Pemët të cilët po fillojnë të zhveshen nga gjethet e tyre. Dhe ato po fillojnë të humbasin bukurinë e tyre. Pra janë të thara. Ato vetëm e kanë humbur bukurinë e tyre. Dhe tani më janë tha, shiko se si kanë mbetur vetëm pakës me gjethet e tyre, që të gjitha po thuaj se janë të thara dhe janë të vetmuara. Për atë është edhe koha e thotë. Shiko, kjo pemë është tharë dhe është zhveshur nga e gjithë gjethet e tyre. Shiko se si janë, tani më nuk kanë fleta dhe janë plotësisht të thara, të zhveshura. Kjo është pra rituali i tretë, gjithë pemët e thara të cilat po e humbasin bukurinë e tyre dhe janë të thata tani më pa gjethe, pa asgjë. Ritual 4. Gjethet të cilat po humbasin bukurinë dhe po thahen dal nga dal secila nga të vetat. Shiko, gjethet po humbasin dhe po thahen. Thatësia e nëntorit është hëna e nëntorit për shkak se edhe gjethet janë të thara. Shiko, edhe ato po humbin bukurinë e tyre, edhe ato po vyshkën dhe po thahen. Shiko se si janë bërë dhe të gjitha pastaj bin edhe në tokë. Shiko se këto gjethet të thara dhe kanë mbuluar e gjithë tokën. Domethënë rituali 4 janë gjethet të cilët luajnë një rol të rëndësishëm, por bin nga toka dhe shiko janë gjithandej
Dhe kështët kemi grumbullin e gjithëve të cilat janë tha. Kjo është e thatë. Ka humbur bukurin, tani më është tha gjithçka. Rituali i katërt, gjethet e thara. Ritual 5. E kemi edhe kësaj radhe të fundën herë do ta bëjmë edhe ritualin e gjethes duke marrë fuqinë, energjinë nga gjethe. Kjo është pra rituali i fundit të cilët bëjmë ne, duke marrur energjinë e gjethave të fundit. Kështu që shfrytëzimi për të marrë energjinë e gjethave të fundit. Kjo është pra kështu me këtë gjethen më të madhe që keni gjetur dhe më të thatë, bëjmë edhe rituali i gjethës, marrja e fuqisë dhe energjisë së fundit nga gjethet përpara se të bien. Kjo është pra rituali i 5. Ritual 6 është edhe bërja e krijimi i simbolit të gjethëve. Kështu që ne do ta krijojmë këtu pranë lumit, do ta krijojmë simbolin me gjethe, duke vendosur gjethe gjithandej kështu të thara dhe duke i zgjedhur më të bukurat, më të mirat, qështu i largojmë të gjitha të tjera dhe e vendosim gjethet duke krijuar mozaikun apo edhe simbolin e gjetheve. Qështu do ta krijojmë simbolin e gjetheve duke krijuar një simbol të bukur të fundit të vjeshtës. Kështu që ja ku është simboli duke i larguar të gjitha dhe ky është simboli të cilën kemi krijuar. Ritual 6 krijon simbolin e fundit të vjeshtës dhe ja ku e kemi në mes e madhja dhe pastaj të voglat të cilat krijojnë edhe përfundimin, mbylljen e sezonit vjeshtor të gjetheve. Kështu që ja ku është gjethat që janë këtu dhe ritual 6 simboli i gjetheve. Ritual 7, the autumn raining, shiu i vjeshtës, rituali 7 në hëna e thatë, do të thënë tokë e thatë, me shi, vranësira, re, çadra dhe gjithandej është raining, autumn raining, ritual 7. Raining, autumn raining, it's all day, every day. Dhe kjo është rituali 7, shiu i vjeshtës. Enjoy the city in a raining and fall time. Ooh, raining city in a raining and cloudy time. Enjoy it. Ritual 8. Ja ku jemi këtu në mbrëmjet e ftohta, night, cold night and
netët e gjata, kështu që janë netët e gjata dhe netët e ftohta, kështu që është rituali ditë është kjo. Do t'ju tregoj tani. Netët e errëta, netët e gjata, cold night, një i gatë, errësirë e gjatë, errësirë e ftohtë dhe jakusht. Kjo është night dhe ritual e it. Netët e gjata dhe të ftohta. Cold night and long night. Ritual 8. Ritual 9. Dhe ja ku është pritja e hënës së plotë të thatë. Me që hëna e plotë të thatë është sot me re, me si ja ku është edhe hëna e plotë e thatë e nëntoni. Ritual 9, pritja e hënës së plotë. Dhe ja ku është hyri në re. Shkoj, hëna e plotë. Dhe ja ku është hëna e plotë e nëntorit, hëna e thatë. Ritual 10. Pas pritjes së hënës së plotë dhe pas që kemi dalë jashtë dhe kemi pa ftoft, tani brenda në shtëpi është ritual 10, meditimi. Me qiriun në dorë, me dritat e shymëra vetëm pakës të ndesura dhe me kostumin tim, atëherë mund të meditoni. Meditoni është koha e meditimit dhe e qetësimit. Meditimi sy të mbyllur me qirinë në dorë, që vjen një ngrohtësi nga qiriu. Kësaj radhe të qetësoheni dhe të ta dëgjoni vetëm qetësinë. Qetësia e thatë, pa asgjë. Është meditimi, i cili në hënën e thatë të nëntorit. Pra rituali 10 është meditimi dhe kështu përfundoj me 10 ritualet. Këto pra janë 10 ritualet të cilat janë në hënën e plotë të thatë të nëntorit. Gjithë ju që pëlqeni videot mia, bëni like, e bëni subscribe me pa të gjitha videot mia në kanalin tim Lifestyle Channel. Bye bye and see you next full moon in December.